Një rab e ka bani haram, e ka bani gjinah, edhe ka thënë Allahumma ufir li dhanbi, Allahumma fal ma mua gjinahen tam. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, robi e ka bani gjinah, mirë po e ka ditë që ka një Allah i cili i dënon njerëzit për gjinahe, mirë po dhe i falë gjinahet, e ka lyp me ja falë, e unë ja falja. Pastaj thëtë Muhammedi a.s. ka shku një kohë, e robi e ka bua pet në gjinah, ka njëherë e ban edhe të njëjtën gjinah, edhe ka thënë robi, Rabbi ufir li dhanbi, Rabbi falë ma mu gjinahen tam. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, robi jam e ka bani gjinah, mirë po ka ditë që Allahu Azza wa Jall i falë gjinahet, edhe që i dënon njerëzit për gjinahe, e ky ka lyp me ja falë, e ja kum falë. Pastaj thëtë Muhammedi a.s. ka shku një kohë, e robi prape ka bani gjinah, prape ka bani haram, edhe ka thënë Rabbi ufir li dhanbi, Rabbi falë ma mu gjinahen tam. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, robi jam e diti që ka një Allah i cili i falë gjinahet, edhe i dënon njerëzit për gjinahe, lypi me ja falë, e ja fala. Thot ky i cili transmeton hadithin, thot nuk më kujtohet a në tretën apo në të katërtën herë ka thënë Allahu Azza wa Jall, o robi jam, përderisa rrim qështu të më kërku falje, bashka duhur t'i kum falë gjinahet.